Mirdita. Dje mas dite, siç e panë shqiptarët, u zhvillua para syve të tyre një takim në të gjithë për masat e tij, tiparet dhe frymen. Sikur Totorino takonte bashkëpunëtorët e tij. Ky takim në të cilin nga analiza e ftyrave, ju nuk do të gjeni dot asnjë buzëqeshje, asnjë lëvizje koke, asnjë reagim, sikur të ishte një takim mortor dhe i tillë ishte festa e farsës elektorale. Ky takim me narko-deputetët e tij, me përfaqësuesit e bandave më të rrezikshme të Shqipërisë, rajonit dhe Europës, karteleve të drogës, kartelit Troplin, Arken Ballën, Ani Dyrmishin, Drazhin e të tjerë, Sara Milën dhe grupin e kartelit të Elbasanit. Përfaqësuesit e shytëve, Julianit të Pashakos, Renato Salih dhe Arben Qimes, përkatësisht Klosi, Tezaku apo jo Tezaku, kush i merr vesh ato për Ibelinc, Klodian Jahja, Koreshi dhe përfaqësues të tjerë, të Bajrëve, të Tukut, përkatësisht Shkodër dhe Lezhë. Pra, ky ishte tërmet peçve dhe shumë përfaqësuesve tjerë të botës së krimit. Në këtë takim, Edi Rama u tha shqiptarëve se Kërbaçi i tij është spaku. Lvizni po desh, u tha atyre. Ja ku e keni spakun, që është në duart e mia, duke ditur se ata janë një sërim përfaqësues të krimit. Ai spakun nuk ja u tregoi vetëm atyre, po ja u tregoi patronëve të tyre të vërtet, që i nxorën deputet në lista. Nuk kishte edhe Enver Hoxha një takim të tillë kërcënues vështirë se do të arrinte. Ai foli për Altinin
një lloj si Enveri për Arianitin. Pra, shqiptarët mësuar se farsa elektorale prodhoi një narkoparlament i cili nisi ditën, mbledhjen, pa hyrë akoma në sallë, duke vishkluar me skapin si kam zhik të partisë të tij. Për sa u përket etiketave që përdori Edi Rama, unë i them kaq, që ka futur vendin në një fazë të re si kur më parë, në 32 vite. Dhe e garantoj se mira shqiptar që e kanë tashmë të qartë se kanë tek Edi Rama armikun e betuar të votës së lirë, nuk do t'ja falin kur ati këtë farsë elektorale. Sikundër, shprebindjen dhe besimin tim se raporti i komunitetit ndërkombëtar kundër të cilit Edi Rama po paguan shuma të jashtëzakonshme për ta ndryshuar, telefonatat pafundme, por nuk do t'ja arrijë. Raporti do t'jetë pasqyra më e vërtet e kësaj farse, për të cilën dhe njëherë fjalen do t'a kenë shqiptarët. Ka vetëm një rrugë, largimin e Edi Ramës, qeveri teknike dhe përsëritje e zgjedhjeve. Asnjë alternativë tjetër nuk shpëton shqiptarët nga farsa elektorale e instaluar në Shqipëri. Këtu do shihni fytyrën e Blendi Gorxhes. I ke apo si ke ato? Ja. Ky Xhabafti, përfaqësuesi i Xhabaftit me akreditime falso në qendrat e votimit në Vorë. Kanë, se janë një bandë këta, nuk janë vetëm, janë 3-4 janë Xhabaf, pastaj kanë të tjerët për rreth tyre. Tjetër. Edhe të policisë, ti që vjen, edhe do raportojës prapë. Mana Lokshi po mbron qytetarët nga një bandë rrezikshme. Ja patë akreditimin ati. Si plaga ime. E me plaga ime që kam bërë më të bukur se ti. Raporte, i raporte të shpakur, edhe të policisë, ti që vjen, edhe do raportojës prapë. Ti do raportojës prapë. Për Edi Ramën, Ti, asu, e marë. Falso. Tjetër. Jemi je për gjinof. Si plaga ime. E me plaga më të bukur se ti. Po nga ju, si je për gjinof, vjesorë. Nga Tirana vjen Vorë. Kam lind tu në shpatim. Unë kam lind tu. Gati do vish me këtë malogun këtu. Hajde, Gërnecin e bot. Edi Rama me i boni pallatet. Të gjitha urdhroni zgjedhjet. Është mashtrues ndërkombëtar.
Dhe a ka votuar apo jo? Ju si quheni, lutem, edhe Albert Xhabafti. Xhabafti. Ju votuat? Po shkosha për të votuar, edhe e pet që po shkoja për të votuar dhe për me në emrin në syt tim. Prandaj edhe unë i thash sa kemi më kaq. Raimonda, Do shkosh të votosh. Po normal që do votoj. mund të shkoj zotëria për ta ndjekur në procesin e votimit në këto momente? Po, do vish të votosh tani? Do vini të votoni tani? Po do votoj. Hajde. Okej, po ju ndjekim. Nëse keni mund t'ju ndjekim me qëse keni Si media për ta ndjek procesin. Jo, zotëria. Zotëria Me që jeni media, Po. dilni dhe pyesni një qytetar të zotëria. mediave. Me guxim, e demaskon, e nxjerr mashtrues, tregon se ai është gjindarmi i zgjedhës, ai ka votuar, s'ka asnjë lloj lidhje me votimin, përveç me policimin e votuesve. Banda të armatosura ka ndërguar shtytët në afërsitë qendrave të votimit në Lushnjë. Mercenarë të marrë nga Veriu apo Kosova, kush e merr vesh nga ishin. Për pasi kanë futur në listë një vajzë që është e zgjedhur e tyre, pastaj kanë punuar për Çenoklosin, Koreshin, Klodian Lahja. Aktiv në krim Julian Sula apo Juliani Pashakos, i njohur për krimet e tij. Po kështu, Arben Qimja, Belinda Balluku e shpall në kërkim në mënyrë që ta detyroj, ku ishte në kërkim të punoj për kandidatët e Partisë Socialiste. Renato Salihi apo Renato Çami, ai punoj intensivisht për Çenoklosin dhe Klodian Lahjan. Këto ishin pra sepse këto janë të filmuara, kurse banda e shtytëve e armatosur në afërsitë qendrës votimit, që qëndronte duke terrorizuar votuesit. Fytyra e vërtet e këtyre zgjedhjeve ishte krimi. Askush s'mund ta fsheh. Pyetje? News 24. Në fakt, deri më tani, Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk kanë reaguar publikisht për të vlerësuar sipas opinionit të tyre procesin zgjedhor të 11 maj. Çfarë ndodh nëse Shtetet Bashkuara hedhin dyshime mbi këtë proces? Pra çfarë bën Partia Demokratike dhe çfarë bën pra kjo parti, pra Sali Berisha, nëse Shtetet Bashkuara të Amerikës do i pranojnë këtë zgjedhje, do i certifikojnë? Tani, e vërteta është që zgjedhjet i ka damkosur në mënyrë përfundimtare misioni vëzhguesve të OSBE-s, ODIHR-it, Parlamenti Evropian dhe Këshillit të Europës. Kjo është e vërteta. E vërteta tjetër, mendoj unë, se Shtetet e Bashkuara, bazuar në këto dokumenta dhe natyrisht në informacionet tjera që kanë vetë, nuk janë shprehur për këto zgjedhje duke respektuar standardin ndërkombëtar në këto raste, i cili kërkon që raste si këto, qëndrimet të shprehen pasi
të finalizohet procesi me të gjithë problematikat e tij. Ka patur për shkak të samitit pronësime të avancuara në kohë, por besimi ynë i plot është se qeveritë të këtyre vendeve, pasi të njihen me raportin përfundimtar të opozitës dhe vëzhguesve, do mbajnë qëndrim në mbështetje të votës së lirë të shqiptarëve dhe jo farsës elektorale të Edi Ramës. Qëndrimi ynë bazohet mbi të vërteta të pamohueshme. Me asgjë s'mund të mbulohen. Me asgjë s'mund të mbulohet farsa elektorale dhe shkelja e të gjitha parimeve bazë. Shkelja e të gjitha parimeve bazë në themelore të zgjedhjeve elektorale, të sankcionuara këto në raportin paraprak të SBO-dirit. Por ka persona që u intereson të lexojnë vetëm një frazë. Ata mashtrojnë vetën dhe të tjerët. Raporti i referohet kartës së Kopenhagenit, dokumentit Kopenhagenit për zgjedhjet, kodit të Venecias, dokument të Këshillit të Europës për zgjedhjet, të Komitetit të Organizatës Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut dhe një sëri dokumentash tjera. Sipas këtij raporti janë thyer dhe dhunuar nene themelore të 15 dokumentave kryesor që ekzistojnë sot për drejtat e njeriut dhe zgjedhjet e lira. Kështu që zgjedhjet janë një kufom e pakallur akoma. Janë të vdekura. Dhe pyetja e dytë... Ndaj dhe ti e pe vetë takimin si ishte, mortor, merë shife. Ata po të kishin mundësi as qerpik nuk i lëviznin. Aq të ngrirë, s'kisha pa ftyra më njerë. As në filma. As në filmat me narkos nuk kishe pa ftyrat atilla që nuk lëviznin. Po? Dhe pyetja tjetër, zoti Berisha, pa 8 vitet e bashkës si kryetari i Partisë Demokratike, këtë forcë politike e keni drejtuar ju. Pra 20 e ca vite drejtuesi kësaj force politike keni qenë ju. A nuk e keni menduar ndonjëherë se lënia e kësaj force politike, një leadershipi të ri do jepte një tjetër frymëmarrje për të përballur me këtë regjim që ju e cilësoni? Edhe një herë këtë sa vite the? Mos të bëjnë gabim, thash 20 e ca vite duke hequr 8 vitet e bashkës. Po. Unë kam menduar dhe e kam bërë realitet atë. Unë e kam bërë realitet, kjo pyetje nuk më shtrohet mu dot. Se unë, kur huma një palë zgjedhje që s'ishin fars, unë dhash dorëheqje. Dhe një i ri, erdhi pas meje. Tani, se zgjodha unë, atë zgjodha me antarësia e PD-s, po unë e mbështeta, masi u zgjodha e mbështeta, pa diskutim, sepse unë isha thjesht një antar partije loajal i forcës sime politike, por s'mund të thosh se nuk ishte i ri. Ishte i ri. Është tjetër problem se çfarë përfaqësimi bëri ai për gjeneratën e vet, nuk ishte përgjegjësia ime ajo. Shiko, të tjerë ka me mira, mos themi këte, se unë kur nuk besoj në të pasvendësueshëm. Por pyetja që ju më bët mua, unë e kam provuar atë. Unë jam njeriu që e kam provuar. E kam faktuar. Dhe kam vepruar shumë drejt, pavarësisht se çfarë mund të unë nuk udhëhiqem nga paragjykimi. Mendova se një gjërat e re do të jetë një shans i madh
për forcën politike. Po, tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ju jeni pyetur shpesh gjatë fushatës elektorale se sa ka kushtuar strategu që ju sollët nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të bërë të mundur sjelljen e Partisë Demokratike në pushtet. Kjo që nuk ndodhi, por po ashtu nuk po ndodh as transparenca që Partia Demokratike e premton shpesh, lidhur edhe me kontratën, se sa ka kushtuar kontrata e Kris Lasifitas. Pse Partia Demokratike nuk po e bën publike? Pyetja e parë dhe pyetja e dytë, a ja vletën parat që dhatë për Kris Lasifitan? Faleminderit. Edhe një herë, kontraktimi i Kris Lasivita, yllit të suksesit botëror elektoral, bashkëkryestrategut të rikthimit më të fuqishëm në historinë e njerëzimit, presidentit Donald Trump në Shtëpinë e Bardhë, mendoj se ishte akti më i mirë dhe më i rëndësishëm që bëri Partia Demokratike. Pse? Sali Berisha ka një eksperiencë të gjatë elektorale, shumë të pasur, por, përsëri, në qoftë se ai do ecte në këtë fushat elektorale, pa një ekspertizë, ai do gabonte. Pse merret këshilltari elektoral? Këshilltari elektoral merret si një garant i bashkëkohësisë së fushatës. Dhe unë besoj se ai drejtoi fushatën më të suksesshme në histori. Dhe ai solli ekspertizën e tij, solli vlerësimet e tij. Bashkëpunim i ngushtë, bashkëpunim shumë i ngushtë, intensiv, i frutshëm, midis partisë sonë dhe Kris Lasivita. Por, dhe instruksionet, udhëzimet, sigurisht që janë marrë parasysh plotësisht. Por çfarë tregon kjo? Kjo tregon qartë se farsa elektorale, atë që kam theksuar, farsa elektorale nuk fitohet kur nga opozita. Nuk fitohet kur nga opozita. Dhe më shumë se kur u faktua në këto zgjedhje. Në këtë farsë elektorale, ne patëm ekspertizën më të mirë. Dhe bëm fushatën, ja u themun ju, më të mirë të jetësime. Paraqitëm programin më transformues, por asnjë nga këto nuk mjaftonte për të bërë fituese opozitën në një farsë elektorale. Tani, ju shtroni problemin e transparencës. Absolutisht do të jetë transparente në afatin që përcakton ligji. Ka një ligj zgjedhor i cili detyron forcat politike që të gjitha shpenzimet për fushatën e tjera do t'i bëjnë në këtë muaj apo këtë datë, do të pa kodin, dhe ai do zbatohet.
A ja vlente? Ja vlente shumë. Shumë. Sepse kjo është një betejë e një rëndësie të jashtëzakonshme për fatin e Shqipërisë dhe demokracisë. Dhe kjo faktoj pra se farsa është dënim me vdekje i votës së lirë para se të hynë kuti. Kaq. Kjo është.